Peshkimi I paligjshëm me korrent vijon të jetë një fenomen shqetësues për liçenin e Shkodrës dhe ujërat e lumit Bun, të shpallura edhe si zona të mbrojtura. Gjatë periudhës së mars-maj është koha gjatë së cilës peshku bën lëshimin e vezës, por një report sjell pamje ekskluzive kur peshkatarët kryen gjuetin në mënyrë krejt ilegale përmes gjeneratorëve vetëm gjatë natës. Ky fakt shfaros të gjithë llojet e peshqve në periudhën e shumimit, sidomos krapin, si lloji I peshkut karakteristik për këtë zonë. Pamjet tregojnë qartë se gjatë natës varkat e peshkatarëve, të cilët lëvizin me gjenerator, shpërndajnë rrjetat në ujërat e Bunës dhe liçenin e Shkodrës, I cili është edhe ujëmbledhësi më I madh në Ballkan. Personat që peshkojnë me korrente ushtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë krejt të paligjshme, ndërkohë që pamjet e publikuara në televizionin Ani Report tregojnë qartë se askush nuk I ndalon këta persona të vazhdojnë gjuetin, ndërkohë që peshkimi me korrent është gjithnjë I dëmshëm për peshkun, por sidomos gjatë kësaj periudhe të kohës së shumimit të tyre, pasi e dëmton atë që në vezë. Ky fenomen I ka fillesat në fillim të viteve 90 dhe erdhi duke u bërë edhe më I mpret gjatë viteve në vijim, me rritjen e numrit të personave që ushtrojnë peshkimin në ujërat e liçenit dhe të lumit Bun. Me sa duket fenomeni nuk do të zhduket deri në momentin kur shteti nuk do të ndërhyjë vetëm me vendime e takime, por me masa konkrete ndaj peshkatarëve dëmtues të peshkut.